Nderuar kryetar, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, e mora fjalën këtu që shkurtimisht t'i vënë në pa dhe t'i bëj të dukshme disa përputhje deklarative të cilat i pasëm ne si deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës deri tash, po që janë përputhje deklarative, pra po e përsëris edhe me ato që i thanë kryeministri Hashim Thaçi sot në seancë, djene deklarimet e tij publike, por edhe deputet të tjerë, qofshin ata të pozitës dhe opozitës. Po i tërheq vëmendjen të 3 deklarime kryesore që për mendimin tim kanë rëndësi dhe të cilat e shpërfaqin këtë përputhje deklarative dhe pastaj bashkë ta shohim se si do duhet të përputheshin tash këto fjalët tona që po i themi këtu në Kuvend me veprimet institucionale të Shtetit të Kosovës. Për shkak se po që se nuk përputhen fjalët tona me veprimet e institucioneve shtetore, atëherë kjo e indikon apo e shënjon një lloj skizofrenie institucionale e cila fatkeqësisht është duke u bartur prej vitit në vit në institucionet e Kosovës. Pra kryeministri Hashim Thaçi e dëgjuam të gjithë se tha që bandat kriminale, të cilat e sulmuan pikat doganore, pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, janë të dirigjuara nga Serbia dhe janë të planifikuara dhe të nxitura nga Serbia. Pra kjo nuk kupton asgjë tjetër përveç se ne jemi sulmuar nga Serbia. Tash sulmi mund të merr forma të ndryshme natyrisht. Herë bëhet me ushtri, herë bëhet me polici, e herë bëhet me policë civil, siç ndodhi ky sulmi i fundit kundër shtetit të Kosovës. Dhe kur ka sulm nga jashtë, atëherë natyrisht që institucionet duhet të mendojnë dhe të veprojnë karshi këtij sulmi. Pra cili është ky veprim karshi këtij sulmi? Gjëja e parë që duhet të ndodhë, edhe që shkruhet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, është se duhet të shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Nuk ka arsye më të fuqishme dhe më të madhe për ta shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në një vend sesa sulmi nga jashtë. Pra nëse pajtohemi që këto janë forca apo janë struktura të organizuara të Serbisë, të cilat fatkeqësisht po veprojnë në territorin e Kosovës prej vitit 1999, dhe nëse pajtohemi se ato na i sulmuan institucionet shtetërore, atëherë natyrisht duhet të pajtohemi që ky pas ka qenë sulm nga Serbia dhe të veprojmë sipas këtij sulmi ose karshi këtij sulmi nga Serbia. Po e them edhe një herë, prandaj lëvizjave të vendosje insistoj që në fillim të kësaj seance që të mos kemi seancë edhe të aktrojmë si Kuvend thuat çdo gjë është normale. Për shkak se kjo është një situatë jo normale. Karshi një situate jo normale, të vepruarit e vetëm normal është që edhe ne të sillemi karshi asaj situate jo normale. Dhe pra, në këtë rrethana të krijuara tash në Kosovë, situata e vetme apo përgjigjja e vetme dhe e para, më e rëndësishme që duhet ta bëjnë institucionet e Kosovës është që ta konsiderojnë situatën të jashtëzakonshme dhe ta mobilizojnë veten si institucione, po edhe shoqërinë e Kosovës karshi kësaj situate jashtëzakonshme. Pra të kalojmë në modusin e jashtëzakonshëm të veprimit secili prej nesh, e veçanërisht ne kolektivisht si institucion dhe si shoqëri. Çështja e dytë që dua ta ngres është deklarimi tjetër i kryeministrit Hashim Thaçi, i cili tha se këto apo sulmet që u kryen kundër institucioneve të Kosovës në pjesën veriore të vendit dhe sulmi i vazhdueshëm që i bëhet atje sovranitetit të vendit apo të Republikës së Kosovës bëhet nga mbeturinat e Miloševićit. Dhe pra po pajtohemi, po, në qeverinë e Republikës së Serbisë ka shumë mbeturina të Miloševićit, por çka është edhe më e keqe, në qeverinë e Republikës së Serbisë sot vazhdon të jetojë mendësia politike e Miloševićit. Pra karshi Kosovës, karshi shqiptarëve, kjo politikë e Tadićit, edhe më herët e Koshtunicës nuk dallon fare nga ajo e Miloševićit. Varësisht rrethanave të krijuara në skenën ndërkombëtare, qeveritë e Serbisë kanë përdorur metoda të ndryshme kundër Kosovës. Mirë, po qëllimi politik ka qenë për herë njëjtë. Dhe është mendësia politike e Miloševićit ajo që po na sulmon neve edhe sot, dhe e Miloševićve para tij. Dhe me qenë se është kështu, atëherë çfarë kuptimi ka ky përkushtim i qeverisë së Kosovës për ta vazhduar dialogun me mbeturinat dhe mendësinë politike të Miloševićit. Se kur ka qenë Miloševići në pushtet, populli i Kosovës nuk ka negociuar me të. Pse tash po e ndryshojmë këtë? Prandaj lëvizjave të vendosje në kërkesën e vetë të vazhdueshme që e bëri edhe sot është që të kërkohet ndërprerja e menjëhershme e dialogut negociatave me Serbinë, për shkak se jemi duke negociuar dhe duke bërë kompromise, duke lëshuar pe një politike e cila synimin e vetë kryesor e ka zhbërjen e shqiptarëve nga Kosovë. Këtë e dim të gjithë dhe me këtë po pajtohemi të gjithë. Prandaj ftesa ime është që të veprojmë mbas të asaj që po pajtohemi, mbas të atyre fjalëve që po i themi. Dhe çështja e tretë, e cila u ngrit këtu edhe nga kryeministri, është marrëdhënia me EULEX. Pra, kryeministri i Republikës së Kosovës edhe sot në seancën e këtij e jashtëzakonshme të këtij kuvendi, por edhe dje në deklarimet e veta publike, përfshirë deklarimin e vet në
mbledhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës, tha që EULEX-i nuk na ka ndihmuar. Pra EULEX-i ka refuzuar që të veprojë sipas vendimeve të qeverisë së Kosovës. Kjo natyrisht nuk është as pak e çuditshme dhe e habitshme, për shkak se natyrisht që EULEX-i, meqense është neutral karshi statutit të Kosovës dhe meqense është pushtet i cili ekzekutiv, i cili emërohet nga jashtë dhe nuk jep kurfar llogarie, kurfar institucioni të Kosovës, atëherë ai e ka politikën e vet dhe nuk vepron sipas vendimeve të qeverisë së Kosovës. Dhe këtu duhet të veprojë qeveria e Kosovës. Prandaj ne thrasim që të merren masat dhe Republika e Kosovës të fillojë diskutimet menjëherë me Brukselin për ta përfunduar misionin e EULEX-it dhe për ta ridefinuar praninë e BE-s në Kosovë. Për shkak se nuk mund të presim nga një mision i cili nuk na njeh neve si shtet, i cili konsideron që shteti pavarur i Kosovës nuk ekziston fare, pra është neutral karshi i tij, që pastaj pas këtij qëndrimi politik të tij të veproj për ta mbrojtur shtetin e Kosovës. EULEX-i nuk do ta bashkoj pjesën veriore të Kosovës me pjesën tjetër të Kosovës dhe EULEX-i nuk do t'i mbrojë pikat kufitare të Kosovës. Atë do ta bëjmë ne, do ta bëjnë institucionet tona. Për sa i përket mobilizimit dhe ftesës për mobilizim. Unë mendoj që këtu qëllimisht po shtrembrohet dhe po keq kuptohet kjo ftesë. Pra, duhet ta dimë që format dhe mënyrat e mobilizimit ndryshojnë varësisht prej rrethanave në të cilat ato thirrën dhe merren. Një shoqëri dhe një shtet që i mban qytetarët dhe institucionet të mobilizuara, gjithsesi se ka më shumë sukses se sa ajo shoqëri apo ai shtet dhe ajo qeveri e cila kërkon nga qytetarët që të mos brengosen për situatën e vet. Çka ndodh me Kosovën është përgjegjësia e secilit qytetar dhe ka të bëjë me jetën e secilit qytetar. Prandaj secili qytetar i Kosovës duhet të jetë i brengosur dhe është i brengosur në gjendjen aktuale për atë se çfarë po ndodh. Po ashtu shkalla e mobilizimit institucional e shoqëror ndryshon. Dhe kjo shkallë duhet ngritur tash në përputhje me gjendjen e jashtëzakonshme e cila duhet të shpallet dhe e cila po mbretëron në vendin tonë. Dhe rrjedhimisht, po që se duam vërtet të jemi në krye të detyrës, siç ishte në krye të detyrës njësitë speciale apo njësitë speciale të policisë së Kosovës, atëherë ne si institucione duhet mos që të insistojmë dhe ta shpallim gjendjen e jashtëzakonshme dhe të veprojmë sipas saj. Ju falenderoj.